Me rastin e vdekjes së adhetarit të çështjes kombëtare Kadri Rexhepi nga fshati Rainc, sot në zyrën e partisë për veprim demokratik u mbajnë mbledhje komemorative për të nderuar jetën dhe veprën e Kadri Rexhepit. Në këtë mbledhje komemorative të pranishëm ishin anëtarë aktivistë të Partisë për Veprim Demokratik, kryetari i PVD-s Riza Alimi, kryetari i Partisë për Veprim Degën e Bujanos Shejf Kamberi, si dhe kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar Gali Beqiri. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Alimi mbajti një fjalim të shkurtër ku foli për takimin e parë me Kadri Rexhepin, si dhe për jetën e tij. Lejoni që të hapim mbledhjen komemorative në rastin e vdekjes së veprimtarit ton Kadri Rexhepi. Fillem ju ftoj që me 1 minutë ta nderoj veprimtarin e çështjes kombëtare Kadri Rexhepi. Lavdi. Lajmi për vdekjen e Kadri Rexhepit i bepasoj dhe i tronditit të gjithë miqt dhe shokët e tij nga gjitha trevat shqiptare. Është shumë e madhe vëmendja që shkaktoi vdekja hershme dhe e papritur e Kadriut, që është humbje e madhe jo vetëm për familjen, po për gjithë miqt, e shokët e shumt dhe për gjithë bashkëveprimtarët e tij të çështjes kombëtare. Në këto momente të vështira të ndaljes fizike me Kadriun, më kujtohet takimi i parë me të në Solothurn të Zvicrës në nëntorin e vitit 1990 dhe kontributi i tij i rëndësishëm së bashku me shokët e tij në formimin e nëndekës së parë të PVD-s në diasporë. Ndërsa shumica dërmuese e veprimtarëve të PVD-s i bënin hapët e parë në organizimin e pavarur politik shqiptarëve, Kadri Rexhepi ishte qysh atëherë veteran i veprimit politik, me përvojë të madhe të bashkëveprimit me personalitete të rëndësishme të lëvizjes politike shqiptare që dhanë kontribut shumë të rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës. Ishin ato takimet e para dhe në Kadriun bashku me shok atëherë kemi pas rest të takojmë gati me gjithë figurat më të dalluara të lëvizjes politike shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Me gjithë ka pas kontakte, dhe ato kontakte i ka rujt në vazhdimsi. Që është kur ata kanë qenë në Zvicër e Gjermani, po edhe ma vonë, në kohën kur pas luftës Kosovë, pas qëllimit Kosovës, Kadriu me gjithë ta ka rujtën në kontinuitet, kontakte, takime. Sigur që i ka pas tankon kontaktet me veprimtar këtu, Preshevë, Bujanos dhe Lëndë. Me përvojën, guximin dhe energjinë e jashtëzakonshme të tij të dha kontribut madh në aktivitetin e rëndësishëm të degës së PVD-s në Zvicër, e sidomos në organizimin e referendumit të 1 dhe 2 marsit të vitit 92 për autonomi politike territoriale në drejt Bashkimit të Kosovës. Qëndrimi i gjatë i tij me familjen në Zvicër nuk e kishte shkputur atë nga problemet jetësore në Lugin Preshevës. Andaj edhe interesimi dhe veprimi i tij me gjithë format aktive ishte tërë kohën prezent në tërë hapësirën e Luginës së Preshevës. Ne në këto momente të rënda po ndami vetëm fizikisht nga shoku dhe miku Joni Shtrejt, ndërsa do të mbetet i përjetshëm kujtimi për veprimtarin ton të çështjes kombëtare, i cili nuk dorëzoi edhe në momentet më të vështira. Po pikërisht atëherë kur ishte më vështirë, rrezaton të optimizëm dhe gatishmëri për të ballafaqur edhe më guximshëm me gjitha sfidat jetësore. Kujtimi për Kadriun, shembulltyra e tij e ndritshme, prej veprimtarit të pakompromis të çështjes kombëtare, do të jenë udhërrëfys për gjeneratët e reja. Po janë momentet mu dhe përshtypjen, percepcionet më të rëndësishme nga gjithë ato kontakte, nga gjithë ato bashkëveprime që i kem pas me Kadri Rexhepin dhe cilat vlejnë në këto momente
të ndarjes, e them, vetëm fizike, me që kujtimi për te do t'jeti përjeqë. Kadri Rexhepi lindi më 1 mars të vitit 1952 në fshatin Raiz, se dhe vdiq më 1 prill të këtij muaji në spitalin Sanator në Zvicër, i cili jetoi dhe veproi në Zvicër. Miq, shok, familjarë e shumë mysafirë të tjerë i dhanë sot lamtumirin e fundit veprimtarit të çështjes kombëtare, i cili sundali se punuari për të drejtat e shqiptarëve jo vetëm të luginës së Preshevës, por për gjithë shqiptarët kudo që janë. Kadri Rexhepi u varros në fshatin e tij të lindjes në fshatin Raiz. Paragatit obimi fjalën parapranishme e mori kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi, ku foli për jetën dhe sakrificat që i ka kaluar i ndjeri Kadri Rexhepi. Të nderuara motra dhe vëllezër, lajmi për vdekjen e Kadri Rexhepit i befasoi dhe i tronditi të gjithë miqt dhe shokët e tij nga gjitha trevat shqiptare. Është shumë e madhe dhimbja që e shkaktoi vdekja hershme dhe e papritur e Kadriut, që është humbje e madhe jo vetëm për familjen, po për gjithë miqt e shokët e shumt dhe për gjithë bashkëveprimtarët e tij të çështjes kombëtare. Në këto momente të vështira të ndarjes fizike me Kadriun, më kujtohet takimi i parë me te në Soloturn të Zvicrës në nëntorin e vitit 1990 dhe kontributi i rëndësishëm i tij me shok në formimin e nëndegës parë të Partisë për Veprim Demokratik në diasporë. Gjersa shumica dërmuese e veprimtarëve tonë i bënin hapët e parë në organizimin e pavarur politik shqiptarëve, Kadri Rexhepi ishte qysh atëherë veteran i veprimit politik, me përvojë të madhe të bashkëveprimit me personalitete të rëndësishme të lëvizjes politike shqiptare që dhanë kontribut shumë të rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës. Me përvojën, guximin dhe energjinë e jashtëzakonshme të tij, dha kontribut të madh në aktivitetin e rëndësishëm të degës së PVD-s në Zvicër, e sidomos në organizimin e referendumit të 1 dhe 2 marsit të vitit 92 për autonomi politike dhe territoriale me të drejtë Bashkimi i Kosovës. Qëndrimi i gjatë i tij me familjen në Zvicër nuk e kishte shkputur atë nga problemet jetësore në luginë të Preshevës. Andaj dhe interesimi dhe veprimi i tij me gjithë format aktive ishte tërkohën prezent në tërë hapësirën e luginës Preshevës. Në këto momente të rënda, po ndami vetëm fizikisht nga shoku dhe miku jon i shtrejt, ndërsa do të betet i përjetshëm kujtimi për veprimtarin e çështjes kombëtare, i cili nuk dorëzoi edhe në momentet më të vështira, por pikërisht atëherë kur ishte më vështirë, rrezatonte optimizëm dhe gatishmëri për të ballafaquar edhe më guximshëm me të gjitha sfidat jetësore. Kujtimi për Kadriun, shembulltyra e tij e ndritshme, prej veprimtarit pa kompromis të çështjes kombëtare, do të janë rrëfys për gjithë gjeneratët e reja. I qofti lehtë dheu i kësaj toke që aq shumë e deshti. Zoti e shpërblet me xhenet mikun ton të shtrejtë. Fjalë të mëdha për Kadri Rexhepin i thanë edhe 2 shokët e tij të ngushtë, i cili ishte i dashur për të gjithë. E nderuara familja e Kadriut, më lejoni të ju ngushëlloj dhimbjet e mia më të thella dhe të vllaut të Kadriut dhe të shokëve të idealit kombëtar, të çështjes kombëtare. Prandaj pranoni ngushëllimet në emër të punëtorëve në Zvicër dhe vllaut të tonë Kadriut. Por si Kadriu, burri madh, e veprës kombëtare, punë shumë e fjalë pak të rrallë janë si Kadriu. Lavdi i qoftë dheu i kësaj toke. Ngushëllime të gjithëve të pranishmit, familje të gjithë pranishve. Lavdi i qoftë. E nderuara familja Kadriut, të nderuar pjesëmarrës në këtë varrim madhështor. Kohrat e liga më hodhën njëherë në mërgim, atëherë dominante një regjim totalitar i egër, barbar, vrasës e dëbues. Burgoseshin, izoloheshin e vriteshin të rinj, mërgimi në botën e perëndimit ishte një strehim i përkohshëm. Atje pash mërgjimtar intelektual e të thjesht, por të gjithë kryenin të njëjtën punë krahu. Në mesin e tyre njoftova dhe Kadriun,
një njeri modest, i afërt, i këndshëm dhe i pasuruar me dituri dhe kulturë të lloj-llojshme njerëzore. Këtë njeri kur më parë nuk e kisha parë në jetë. Kadriu nuk ishte marrë dituri nga shkollimi i mëhershëm në vendlindje, por atë e kishte ngritur koha dhe jeta që bënte atje. Kohën e lirë, pastorarit të punës e shfryzonte duke lexuar vepra të ndryshme të shkrimtarëve të mëdhenj shqiptar dhe bënte organizime të ndryshme të gjithë mërgjimtarëve shqiptar kudo që ishin në botën e Perëndimit. Shtëpia e Kadriut, atje ku banonte, ishte një qerrë për të rinjët që ja mësynin Perëndimin. Ishte një stacion hekurëdhor ku të gjithë pushonin, mirnin ushqim dhe udhëzime për të vazhduar rrugën në drejtime të ndryshme. Kadriu tërqenien e vet ja kushtoi humanizmit, mirësisë së shqiptarëve. Dëshira e tij e flakt ishte ngritja dhe lirimi i popullit tonë në kërkimin e ditës dhe dritës të lirimit. Për herë ishte një yll në rrugë të mbarë. I let i qoftë ky dhe në këtë natyrë të bukur të fshatit ku lindi dhe u rrit. Ka pasën dhe përse të lindë. Zoti e mëshiroftë. Ju falenderoj. Në këtë ceremoni varrimi u lexuan edhe telegram ngushëllimit të arritur nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër. Telegram ngushëllimi. Shumë e nderuara familje Rexhepi, me dhimbje dhe pikëllim morëm lajmin për ndarje nga jeta të vëllait, babait, burrit dhe gjyshit tuaj të dashur Kadri Rexhepit. Vdekja e hershme e Kadri Rexhepit, mërgjimtarit preshevar të përkushtuar, të ndershëm e punëtor, veprimtarit të njohur të guximshëm të çështjes për çlirimin kombëtar të popullit shqiptar në ish Jugosllavi dhe formimin e Republikës së Kosovës. Ka tronditur familjarët, miqët, shokët dhe bashkëveprimtarët e tij. Në emër të ambasadës së Republikës së Kosovës në Zvicër, në emrin tim personal, ju lutem pranoni ngushëllimet tona më të thella. Ambasadori Naim Malaj. E dashura familje Rexhepi, miq të nderuar, shok e bashkëveprimtar. Me dhëmbje të madhe morëm lajmin për ndarjen nga jeta e veprimtarit dhe adletarit, miku ton të jetës dhe idealit Kadri Rexhepi. Ky lajm na ka goditur së tepërmi, me që kemi humbur njerin nga veprat më të devotshme të çështjes shqiptare, njeriun e dashur e humanistin e shquar, i cili dekada me radhë ka vepruar, organizuar dhe ka kontribuar me mish e me shpirt për pavarësinë e Kosovës dhe bashkimin e të gjithë trojeve shqiptare. Kadriu gjithnjë ka qenë aty ku e ka kërkuar çështja e madhe e lirisë dhe çlirimin e tokave shqiptare. Në bashkëveprimtarët e Kadriut që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, ndihemi krenar sot e mot që kemi pasur fatin ta njohim dhe të bashkëveprojmë me një njeri si Kadri Rexhepi. Familje e nderuar Rexhepi, miq dhe bashkëveprimtar. Ju lutem pranoni ngushëllimet tona më të përzemërta dhe ndihuni krenar që keni pasur një bashkëshort, një baba, një vëlla, një njeri si Kadri Rexhepi, i cili me punën dhe angazhimin e tij la gjuhën të pavdekshme për jetën e jetave. Jeta dhe vepra e Kadri Rexhepit do të jetë gjithmonë shembull dhe furnizim për punët tona të mëtutjeshme. Lavdi jetës dhe veprës së adletarit Kadri Rexhepi, i qoftë i lehtë dheu, i atë dheut për të cilin punoi gjatë gjithë jetës së tij, me dhëmbje dhe krenari të madhe bashkëveprimtarët nga Zvicra. Të nderuar, të pranishëm, më lejoni që t'ju drejtohem me pak fjalë duke shprehur dëshirën që edhe ne mërgjimtarët të marrim sadopak nga dhëmbja juaj dhe familjes Rexhepi për humbjen e njeriut më të dashur të tjerëve dhe tonit. 1 prilli do të jetë një nga datat më të vështira për mërgatën shqiptare që jeton në Zvicër, sepse në këtë datë në ora 21 konsolimi i mjekëve të repartit të kardiologjisë intenzive pranë spitalit të Sollutunit në Zvicër
fton familjen e Kadri Rexhepit për të dhënë lajmin fatal se zemra e Kadriut pushon së ndaluri. Ky lajm fatal e tronditi thellë familjen dhe gjithë miqët e shokët që nga 3 ditë e 3 net i nejtën pranë. Po pra, kush ishte Kadri Rainca dhe çka vërtet humbi familja Rexhepi dhe mërgata shqiptare? Për të kuptuar jetën dhe veprimtarinë e Kadri Rexhepit, ne fatkeqësisht nuk disponojmë aftësinë e duhur intelektuale që të tjerët ta paraqesin me fjalë. Dhe në letrën e parë dhe të dytë emocionale dhe dhëmbja që ndjejmë që shprehim të gjithë ato vepra të Kadriut ton. Prandaj keni mirë kuptim ta lexoj këtë. Vepra e Kadri Raincës mund të ndahet në 3 shtylla kryesore. Në 1, atë dhe dashuria, në 2, humanizmi dhe solidariteti, në 3, lufta kundër asumilimit të popullit shqiptar. Sa i takon atë dheut dashurisë, Kadri Rexhepi në mërgim kështu e thirrnin, unë që në moshën e hershme ra në konflikt me sistemin komunist jugoslav sa të hershme. Prandaj u bë person i padëshiruar për atë shtet. Dhe si tillë filloi të ndiqej nga UDB-ja jugoslave. Në këto rrethana detyrohet të aratiset në fillim në vendlindje dhe pastaj në Dibër, vetë ka qëndruar 6 muaj në arati, madje iku në Zvicër. Me arritje në Zvicër, menjëherë angazhohet në organizatën politike të kohës Lëvizja Popullore e Kosovës dhe atje njoftohet me shumë veprimtar e patriot shqiptar. Në kuadër të kësaj organizate, adhetarët Kadri Rainca me përjashtim sakrifikon dhe ndihmën materiale, shpejt bëhet i besueshëm për krerët e organizatës, veçanërisht të Hasan Malës, Saime Jusufit, Mustafa Xhemailit dhe shumë të tjerë, si i tillë ai, pra Kadriu fitoi besimin e plot të familjes Mala, ku qëndroi deri më datën të parit 4/2014. Por jo vetëm i saj, sepse lëvizja studentore, më 1980, Kadriun e gjeti të mobilizuar dhe të angazhuar në shumë aktivitetet të tija, prandaj bëhet njeriu më i besueshëm dhe të afërmit e drejtuesit të demonstratave mbar popullore të Kosovës. Hidajete Hyseni me dhëmbje dhe Kadri Zeka për të konsiluar veprimtarinë e adhetarit të mërgatës në Evropë perëndimore. Kadri Rainca i pari bashkohet duke ofruar ndihmë deri në vdekjen e tij tragjedike. Kadri Rainca së bashku me Hasan Malën nuk dorëzohet, ata vazhdojnë aktivitetet deri në ditët e sotme në vitin 1990. Në dalje në skenë pse e do demokracinë në Evropën juglindore. Dhe me shkapërderdhjen e Jugosllavisë titiste, krijon kushte politike për një veprimtari sa më të lirshme. Kështu që edhe diaspora shqiptare prapë e nxitur motivin nga Kadri Rainca, me shokët themelon degën LDK për Zvicër nën bekimin e kërkesës së Adem Demaçit, të cilit Kadri Rainca e trajton si fytyrë emblematike e popullit shqiptar, pasi në LDK në Prishtinë ishte Hidajete Hyseni, Mehmet Hajrizi, Basri Murati. Kadri Rainca, duke qenë i tharë identi këtyre figurave historike të popullit shqiptar, ngriti iniciativën për themelimin e një dege të kësaj lëvizje, se ai vetëm e pranonte dhe më 1991 në Olten të Zvicrës e themeloi këtë subjekt politik me një platform politik të qartë. Sa ajo do t'i ndihmoj luftën e popullit shqiptar në përgjithësi e atij kosovar në veçanti, që të çojnë në vend amanetin e të gjithë martinëve të rënë në altarin e lirisë, por Kadri Rainca nuk ndaloi me kaq. Ai pa pushim vepronte në konstitutimin e shoqatave klubeve shqiptare në Zvicër,
që për një kohë të shkurtër arriti gati se në çdo kanton të Zvicrës të themelonte një shoqat apo klub shqiptar. Kadri Rainca e dinte dhe ishte shumë i vetëdijshëm se nuk mund populli i Kosovës ta realizon parullën që për një dekadë e mbajti në shpinë në të gjitha metropolet e Evropës perëndimore. Kosova Republik, pa i shpallur luftë armatosur regjimit serb. Prandaj që në orët e hershme ai organizoi mërgatën që ta ndihmonte ushtrinë shqiptare. Ai ashtu e quante. Prandaj u bë protagonist, drejtues dhe furnizues i devotshëm i të gjithë luftrave të popullit ton, si të asaj të Kosovës, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Preshevës të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvesh dhe Bujanos, dhe asaj të Liridës UÇK. E pra ky ishte Kadri Rainca, i cili për atë dhe sakrifikoi deri në çastet e fundit të jetës së tij. Kadri Rainca ishte humanist i dalluar, ai me përkushtim të jashtëzakonshëm i përcillte ndollit e popullit dhe i pari gjithmonë nxiste iniciativën në klube, shoqata e kudo. Parti politike solidarizohet me nevojat e popullit. U bën të përmenden aksionet. Familja ndihmon familjen, aksioni që Kadri Rainca e organizoi me shumë sukses. Mendoj aksioni të ndihmoj minatorëve dhe shumë aksioneve vetëm që t'ja lehtësoi popullit vuajtjen dhe skamjen. Kadri Rainca përkushtim të veçantë kishte për familjet e burgosura politike dhe atyre që u arratisën disponim komplet dhe qenjen e vet familjare, morale dhe materiale. Prandaj edhe në Zvicër, në bashkëpunim me shokët e formoi shoqatën e të burgosurve politik, në të cilën dha një kontribut të madh. Kadri Rainca humanizmin e vet asnjëherë nuk e propagonte kur dhe nuk kërkonte llogari për kontribut dhe në kuadër të organizimeve që ishin organizuara. Për këtë punë, por edhe në mënyrë individuale që t'i ndihmoj Shqipërisë. Kadri Rainca ishte adhurues i flakti arsimit, sepse dispononte me shpirt intelektualin dhe ishte plotësisht i vetëdijshëm dhe gjithmonë e theksonte se populli duhet të arsimojë. Prandaj qysh atëherë të Kosovës me ministrin e Kosovës, zotri Recep Osmanin dhe Njerimane Braha themeloi LAPSH-n, lidhja e arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë në Zvicër. Protagonist kryesor i së cilës që vetë Kadri Rainca shoqat, kjo e cila vepron në mënyrë të suksesshme në Zvicër, në të cilën familjet shqiptare mësojnë gjuhën, kulturën dhe gjeografin e vendlindjes. Pra, Kadri Rainca nuk ndaloi as këtu. Ai me përkushtim organizoi tubime, manifestime kushtuar datave historike të popullit ton, duke i motivuar organizata dhe duke i sponsoruar ata. Kadriu, si një intelektual i niveleve të larta, ai merr pjesë në aktivitet dhe në promovimin e librave të shkruara nga aktorët serioz që kanë vlera shkencore. Kadriu ishte edhe familjar i rall, ai ishte shumë i nderuar dhe i dashur në familjet e veta, por edhe në të gjithë familjet shqiptare. Ai kudo që shkonte ishte i mirëseardhur, i mirëpritur dhe i nderuar. Prandaj, sot të gjithë familjet shqiptare në Zvicër janë të trishtuar dhe të pikëlluar dhe hasin me admirim për personalitetin dhe veprën e Kadri Raincës. Ne mbetemi krenar që e patëm dhe gjatë tërë sa të jemi do të ruajmë kujtimin për të, sepse ne do të pranojmë vetëm ndarjen fizike, kurse shpirtin e tij do të ndajmë me djemt, vajzat, nipat e mbesat, familjarët e tij. I let qoftë toka arbërore që do të pushojmë mbi ty dhe vllau ton dhe i përjetshëm qoftë kujtimi për të. Lavdi jetës dhe veprës së Kadri Raincës.
Unë kam shikuar cila parti, klub ose shoqat shqiptare po organizon, për mua ka qenë e rëndësishme të punoj për çështjen kombëtare, sepse adheun dhe bashkimi i trojeve janë mbi të gjitha, thoshte Indjeri Kadri Rexhepi. Në emrin e stafit të Radio Televizionit Aldi, familjes Rexhepi ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes suaj dhe gjithë popullit shqiptar.